ta kuptojmë të deklarat tani. Zonja Spiropali ankohet që nuk ka meritokraci dhe ka arogancë në PS. Duket që jo vetëm lufta e madhe që ka rënë, Irani me këto, Trumpi që godet dhe bërtet, po duket që Qameti erdhi dhe këtu. Qameti madh Bushat, si kupton të këtë. E kam vështirë të ndaj midis atë kufirin midis aktit politik dhe xhelozisë femërore. Po që e dyta s'doja vlente fare ta diskutonim. Po tjetë e para, prap nuk është... Xhelozi femërore kua, se si të vetëm mende për gjera. Mos është kjo si xhelozia për ballukun, thua dhe. Po padyshim, be. Po thua se popullata nuk e kupton, orë. Prandaj e ti që ta zgjera. Qartë. Do me thënë, atëherë të dytën duhet ta nashkalojmë, do të merremi me të parën, po nuk gjej aty, ne ishim para 2 javësh këtu. Nuk është xhelozia femërore, thua ti, ta heqim këtë. Se s'do ja vlente ta diskutonim, po ti jo duhet ta mbyllim si temë. Nuk ja vlen qofse është xhelozia femërore. Në qofse është e dyta, ne ishim këtu para 2 javësh dhe folëm për Saljanjin dhe për kritikat që ai bën mungesës garës, autoritarizmit, arrogancës në PD. Dhe paka shumë mbajta të qëndrim, të zgjohesh sot dhe të thuash që PD-ja e Berishës apo PS-ja e Ramës janë arrogante, njerëzit fillojnë të qeshin edhe të gjuajnë me gur. Sepse ti ke bërë karrierë dhe ke pranuar duke e pranuar atë forum si t'il. Elisa Spiropali në shkallë karriere që ka ngjitur përmes servilizmit dhe arrogancës. Ja, është dhe fluksi Ramës, drejt për drejt. Ore, fluks mund t'jesh, po mund t'jesh fluks me merit dhe pa merit. Po përgjithsisht flukset pa merit janë. Unë, zonjë Spiropali, mbaj mend kur ishte akoma zëdhënëse e PS-së, e kupton që dilte mbante ato fjalimet për opozitën e rublave, për opozitën ruse që s'do Shqipërinë, pra shembuj tipik të veglave të regjimeve autoritare. I mbaj mend si kryetare parlamenti që si lejonte komisionet opozitës. Pra vetë është një viktim e arrogancës që s'ka qenë zgjedhje saj, por që ka qenë pranimi saj. Dhe tani, kur hikën në mënyrë të pamerituar, nga një posti pamerituar, nuk kanë më vlerë fare këto, ti thuash këto fjalë mbrapa. Në PS e ka thënë Ben Blushi që në 2017 është autobus ku nuk i flitet shoferit. Kush tenton t'i flasi, ikën shtëpitë vetë. Si duket edhe zonja Spiropali. Pasagjeri që flet thot Bushati zbret preç. Me autobusi dhe. Unë në analizët e mia zakonisht, sidomos në shoqërinë e hapur, unë fokusohem... Shoqërinë e mbyllur në cilën jetojnë. E hapur. Po the shoqëri e hapur. Unë fokusohem zakonisht tek çfarë, jo tek kush. Kjo kush ka qenë vjetët. Kjo kush është për ta bërë asgjë atë çfarë. Pastaj mund të flasim për kush, por mbas të flasim një herë për çfarë. Kush në shkuptim Spiropali, po ajo kemi është ngjarja. Ne do flasim këtë punë jemi mbledhur. Spiropali apo kush është Spiropali? Do të thënë Spiropali për mua kjo që ka bërë një skaner i problematikave të hidhura që janë dekantuar në Partinë Socialiste gjatë këtyre viteve, që po vinë duke shpërfyer. Si kesh këtë fjalimin ti me një tjetër bësh. Pra është një skaner dhe një tekst shumë i bukur. Nuk e bën kushdo. Ky tekst? Po. Ka definicione të thella. Definicione të thella. Dakor, definicione të thella. Bllokimin e debatit, bllokimin e lirive një parti. Po pse pas skaner pas 15 vjetësh bëhet kjo punë për Dedi Ramën? Kur ti vije, kur atë e dinë ata, kur ti vije. Ajo e bëri këtë se po vojë nga ministri e punës jashtme. Mos e marrim atë që thot Bushati, xhelozinë femërore. Transmetojnë herë, do shikoni që ka Jo, nuk e transmetoj me unë. Definicione, jo, po duhet. Niki në dajta, fshihen pastaj. Skanon një parti e cila është bërë homogene, partitë homogene, nuk janë partitë që kanë një lider autoritar, janë shumë më shumë. Për homogene janë partitë që shndrohen kazermë, ku nuk piptin asgjë, ku ka triumfuar kulti i njeshit, i cili ndërton gjithë politikën e vetë mbi improvizime, në ekstravagancë, e tjere tjere. Ajo që i ka qenë pika ujë që ka dërët gotën për mendimin tim,
ka të bëjmë me këtë ndryshimin e kursit Edi Ramës, fundi, në lidhje me drejtësinë, kur e kaloi fokusin nga akuza tek korupcioni. Tani nuk është më problem korupcioni, po është akuza, në thelb. Dhe e cila u pasua me këtë votimin e Belinda Ballukut, e cila është ngarkuar me detyra tjera, duke relativizuar pandehjen. Do të thënë, në emër të prezumimit pafajësisë që mos zgjasi 5 vjet, këtu relativizohet dhe normalizohet qenet e pandehur, me funksione, me detyra që shtyn, vazhdon të marrë pushtet edhe në dëm tjerëve që po rebelojnë. Nga kjo pikpamje, unë them që është një sinjal alarmi që e jep dikush, edhe duhet ta përshëndesim. Nëse jemi në një mendje gjithë, këtu, spakur këto që janë këtu i kam dëgjuar, që thonë që Partia Socialiste është mbyllur. Partia Socialiste njëri thotë e merr ban ministër e hek, e merr. Të dy janë mbyllur. Atëherë nëse është ky problemi, atëherë njerëzit që dalin, kur do që dalin dhe kush do që dalin. Do me thënë ti që dhe unë që kemi rënë legjeni 30 e ca vjetë që të është mbyllur, duhet vi Elisa me një fjalim filozofiko që na e tregoj nea. Ty këtu që po flete. Po do vi më Po ty kështu ta kanë treguar gjithmonë dhe të kanë nxjerrë jashtë. Çish ka lidhje? Të kanë marrë dhe kanë mbyllur për këtë shkak se ti ke qenë për të hapur. Unë zotri. Zotri ti ke qenë për të hapur gjithkohën. Ma thu shpeshte, unë zotri kam dalë. Po ta them për pozitivisht për ty mo. Jo mas 20 vjetësh. Para 30 vjetësh. Mas një viti. Bravo. Mas një viti. Po pra, nga të paktët. Kam për mia, kam sakrifikuar. Nga të paktët, me gishta dore nëmrohen. Dhe bravo të qoftë. Unë nuk e përdor shembullin tim si model për asnjëri. Po kë shembull të përdorim këtë tani? Ata që dalin. Mos dal kërkush thotë ti. Po do dalin, po ka dalë deri Po çfarë thot? Po do dalin. Me do ta themi deri. Vjen një moment që shpërthen ajo fuqia. Se zjen e zjen. Ne nuk kemi këtu për të ndarë dekorata. Do të themi gjë. Po një emision, po të lutem shumë. Unë të jap, unë të them ty që mendoj për ty. Dhe ato që thash ishin gjërat e mia për ty. Që ke vërtet aq vjet, një vit pasi ke hyrë. Dhe bravo të qoftë. Por unë tani nuk vi këtu të ndaj, po ja, po të lutem shumë, ti po kërkon që unë të ndaj dekorata, të marrë një dekorat këtu tja. Po do dalë dikur, si të mos dalë. Një dekorat e Elisës, një dekorat e Erionit, një dekorat pjesën e parë kishim, edhe Ramës për Iranin, kjesh palli... Jo, të themun nga na ime, ta them mirë metaforike. Metaforike, jo, nuk do ndaj vërtet, më jo. Ne, a jemi që aty të mos flasë kërkush, apo të flasë dikush, kjo është pyetje. Me jemi presh që të themi që kur ne bijem nga kali... Kush është ai që flet? Kush është ai që flet? Çfarë përfaqëson ai që flet? Pse s'duket e besuar ty kjo? Kjo ka bërë në karrierën Partisë Socialiste, ka marrë postet aty marrën me solidaritet, duke mbështet shefin e ka qenë në pa konkurim.